Ditën e mërkur, kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula zhvilloi një takim me drejtuesit dhe inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilëve u kërkoi të zbulojnë dhe ndëshkojnë krimin ushqimor në prodhime tregje. Ai kërkoi zero tolerancë pas marrjes së denoncimeve dhe gjatë kontrolleve ndaj gjithë bizneseve që cënojnë sigurinë ushqimore. Detyrim ligjor që drejtuesja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Blerina Gjulameti garantoi se do zbatohet. Kjo vëmendje e veçantë është nisje shpresdhënëse nga Dashnor Sula, ndërsa Blerina Gjulameti pas emërimit bëri kontrolle e ndëshkimit të krimit ushqimor ndryshe nga 11 drejtuesit para saj. Nëse kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula dhe drejtuesja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë vendosur ta godasin krimin ushqimor, duhet ta fillojnë nga importuesit dhe tregjet, të cilët nuk preken sepse kanë lidhje me kupolën e pushtetit. Një bazë e paprekshme e krimit ushqimor është rrjeti Big Market, në pronësi të deputetit socialist Vullnet Sinaj, dominues me markete në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë e çdo qytet. Për Big Market vazhdojnë të bëhen shumë denoncime konkrete për produkte ushqimore të mykura, pa cilësi, të rrezikshme, të skaduara me datat korrigjuara, me etiketa prodhimi dhe origjinë false e pa të dhëna. Nisur prej faktit që kur Dashnor Sula ishte deputet, denonconte vazhdimisht krimin ushqimor, po i bëjmë një pyetje. A do kontrollohen realisht marketet dhe magazinat e Big Market për të ndaluar dhe goditur krimin ushqimor që organizon pronari deputeti PS-s Vullnet Sinaj dhe e zbatojnë varësit e tij? Në magazinat dhe marketet e Big Market ka punonjës të veçantë që falsifikojnë datat e skadencave të produkteve dhe i lënë në rafte që t'i blejnë konsumatorët, ndërsa produkteve të skaduara që nuk mund të korrigjohen datat disa herë, kryesisht produkte për fëmijë, në produkte mishi, pula, qumësht, bulmetra, konservime e ëmbëlsira, pronari Big Market, deputeti Vullnet Sinaj nuk i zgjeson, por u ashet me çmim të ulët firmave që marrin tender ushqimesh për kopshtet, çerdhet, spitalet, policinë, ushtrinë e burgjet, ndërsa pronarët e firmave bëjnë pazare me drejtorët dhe i përdorin. Më 21 dhjetor 2023, pamfleti publikoi shkrimin me titull: Drejtori AKU urdhëron të mos kontrollohen Big Market, Devoli dhe bizneset e të fortëve sepse sipas informacionit i kishte dhënë urdhër kryeministri Edi Rama. Më 20 shkurt 2026, mazhoranca parlamentare nuk e miratoi projekt ligjin e analizave laboratorike për ndotësit ushqimor, ndërkohë që përveç produkteve të prodhuara brenda vendit dhe tregjeve, nuk kontrollohen as produktet e importit.